edhe pse je i ulur në atë karige nuk të konsiderojnë as pak. Edhe pse përfaqëson Devolli nuk figuron në listën e investimeve prej 9.2 miliardë euro të buxhetit shtetit për vitin 2026. Po, në qoftë se pretendon që është e kundërta, të kam bërë një ftesë gjatë fushatës që unë ti, ky tjetri këtu sipër, ai guaku i bashkisë, të ulemi në sheshin e qytetit dhe të bëjmë një debat. Nuk pa të kuroj ajo asnjëri nga ju. Të ftoj tani prap, ty, këtu sipër, që shkoj shtëpi në shtëpi në Devoll, atë guakun që keni në bashki, ulemi prap në qendër qytetit Bilishtit, ftojmë gjithë qytetarët e Devollit dhe bëjmë atje debatin. Dhe e shohim që ndrojnë këto që them unë, apo ato që thoni ju. Tani me qenë se më përmendë disa herë, së pari njerë në respekt të rregullores, kodit sjelljes edhe të gjithë kolegëve të tjerë duhet të qërosh fjalorin edhe duhet të drejtohesh kolegëve me respekt, pavarësisht mendimeve të ndryshme apo të kundërta, e para. E dyta, nëse një koleg apo qytetarët nuk pranojnë të shoqërohen me ty dhe të dalin në sheshin e qytetit apo të fshatit, mos e shiko si mungesë guximi nga ana tyre, por shikohu në pasqyrë dhe gjej problemin te vetja.